Kur i tesh, disa nuk të përballojnë. Jo sepse ti gabove, por sepse nuk je më verzioni që ata mund të mbanin. Jeta nuk të lodhin njerëzit që nuk rriten me ty. Dhe ndonjëherë janë shumë afër. Ti nuk vërtet, ti ndryshon frekuencë. Dhe në atë heshtje fillon filtrimi. Ata që ishin mësuar dhe të lexonin si faqe të hapur, tani nuk të kuptojnë më, sepse nuk je më i njëjti tekst. Ka lidhje që ushqehen nga verzioni yt i vogël, nga dyshimi yt, nga eshtja jote. Dhe kur ti rritesh, ato fillojnë të thahen. Jo nga mungesa e dashurisë, por nga mungesa e kontrollit. Ata nuk kanë probleme me ty, kanë problem me verzionin tënd që nuk e kontrollojnë dot më. Sepse, kur ti rritesh, nuk i përshtatesh më sistemit të tyre. Dhe kështu fillon ajo që nuk thuhet. Një ftoje e padukshme, një largim pa zhurmë, një heshtje që thot gjithçka. Por ka dhe të tjerë, ata që nuk të kërkojnë të zvoglohesh për të qëndruar, ata që nuk tremben kur ndriçon, ata që nuk e matin vlerën tënde me komoditetin e tyre. Ata janë të rrallë, por janë të vërtet, sepse e vërteta është kjo. Jo të gjithë që janë pranë teje janë për ty. Disa janë aty vetëm për verzionin tënd të vjetër. Dhe kur ti rritesh, disa nuk të humbasin rastësisht. Të humbasin sepse nuk mund të qëndrojnë në të njëjtën frekuencë me ty. Zgjidhi mirë njerëzit. Disa të japin jetë dhe disa të marrin jetë. Sepse në fund të fundit, familja shpirtërore nuk është gjithmonë gjaku yt, është ajo që të zgjedh dhe të lejon të jesh vetja. Familja jote e vërtet është ajo që rritet me ty. Bëhu drita që ke lindur të jesh. Mos prano të jetosh i kufizuar nga të tjerët. Ti nuk je viktim. Ti je zgjedhje. Kujto, shëro, ndriço. Envy Light.